Zoti Demirxhiu, si po ecën deri më tani procesi i rivlerësimit në vitin 2026? Procesi i rivlerësimit filloi me ato çalat e veta që edhe ju i dini edhe qytetarët e dinë. Filloi rrugshëm, filloi mirë, por mendoj që ka problematika. Ka problematika në nxjerrjen e përgjigjeve. Nganjëherë dalin vërtet shumë shpejt që edhe na shqetësojnë kur dalin ai shpejt sepse dalin me gabime. Ky është një nga problematikat mendoj të këtij procesi. Dalin me vlera që nuk korrespondojnë. Pra, del fatura e 5%, një vlerë që nuk korrespondon me faktin sa duhet të jetë. Dhe kjo mendoj që është një nga problematikat më të mëdha sot në këtë proces. Çfarë duhet të di një pronar përpara se të vendosë ta bëjë rivlerësimin? Një pronar para se ta vendosë që të bëjë rivlerësimin duhet të di nëse ka nevojë ta bëjë apo jo. Kjo është pyetja e parë që duhet t'i bëjë vetes. Pyetja e dytë është që duhet t'i bëjë vetes. Nëse duhet ta bëjë me një ekspert vlerësues apo me çmim referenca. Dhe këto janë analiza të thjeshta që çdo qytetar mund t'i bëjë faktikisht. Mund të shikojë nëse vlera e pronës ti, vlera e regjistruar në kadastër, ka një diferencë të konsiderueshme me vlerën e tregut, detyrimisht ky qytetar duhet ta bëjë jo me detyrim, por me detyrim për të kursyer parat e tij, se nuk e detyron askush që ta bëjë. Pra, nëse kemi një diferencë vlerës reale me vlerën e regjistruar të pronës, unë mendoj që qytetari duhet ta bëjë. Pastaj, mënyrat se si do ta bëjë, thamë dhe më lart janë dy. Mund ta bëjë me ekspert vlerësues ose me çmimin minimal fiskal të zonës të referencës, ndryshe çmimi referencës. Në çfarë rastesh ja vlen realisht kjo dhe a ka raste kur mund të themi që nuk ja vlen? Në shumicën e rasteve ja vlen të bëhet, sepse ne dimë që vitet e fundit Tirana apo dhe gjithë Shqipëria në zonat ku ka pasur rivëllim, çmimet kanë ndryshuar shumë, kanë ndryshuar goxha. Dhe ne thuajse gjithmonë kemi një diferencë çmimit të vlerës dhe çmimit të sotëm. Kur ja vlen apo kur nuk ja vlen. Nëse nuk ke kur plan të shesësh një pronë, ndoshta edhe nuk ja vlen ta bësh rivlerësimin. Kur nuk ja vlen? Nuk ja vlen nëse do bësh një durim të asaj prone. Nëse kem plan që pronën të bësh ta dhurosh, nuk ja vlen ta bësh rivlerësimin. Është mirë të bësh fillimisht dhurimin e pronës dhe pastaj të bësh procesin e rivlerësimit. Dhe jo në të kundërt, sepse në të kundërt ke humbur goxha para. Sa ndikon në rivlerësimin në uljen e tatimit gjatë shitjes së pronës? Ndikon shumë. Nëse do marrim një shembull konkret, për shembull, nëse një pronë që është vlerë 50.000 euro para 10 vitesh dhe vlera e saj sot është 150.000 euro, në këtë rast ne kemi një diferencë prej 100.000 euro. Dhe kjo diferencë është ajo që shteti e konsideron fitim dhe është pikërisht kjo pjesë që do të tatohet 15%. Pra, nëse shet këtë pronë, pa i bërë procesin e rivlerësimit, paguan 15% ose e përkthyer në para 15.000 euro. Dhe nëse i bën rivlerësimin me 5%, paguan vetëm 5.000 euro dhe jo 15. Dhe diferenca është e dukshme në këto raste dhe është goxha e prekshme dhe si para e kursyer. Zoti Demirxhiu, a ka rreziqe apo kosto të fshehura që njerëzit nuk i marrin parasysh? Procesi i rivlerësimit? Po. Procesi i rivlerësimit ka kosto, nëse do bëhet me një ekspert vlerësues, është kosto e raportit vlerësimit, që varion në varësi të llojit pronës, varësi ku është prona, kostoja e aplikimit, dhe pse ka dy mënyra. Ka mënyrën e parë ta bëj vetë nëpërmjet ILBENIAS dhe mënyra tjetër është duke aplikuar një zyrë notariale të raport vlerësimit. Dhe sigurisht që secili nga këto
që ofron këtë shërbim ka kosto. Si vlerësuesi ka koston e tij, po edhe zyrë notariale ka koston e tij për bërjen e këtij procesi. Por sigurisht janë të papërfillshme për përfitimet që sjell kjo pjesë duke kursyer nga 15 në 5%. A mendoni që ky proces po ndikon edhe në sjelljen e tregut, përmendim të ushqitjet, blerjet? Ky proces ka ndikuar fatikisht, u bë afro 2 vite që ndikon goxha negativisht në treg. Duke qenë se është premtuar që para 2 vitesh që do bëhet si proces dhe në shumë raste ka ngadalësuar apo edhe pezulluar të gjithë tregun e shitblerëve pronave. Sepse si thamë më lart, ne kemi goxha diferenca në çmime. Kemi një rritje goxha dinamike të tregut dhe diferenca janë goxha të larta. Dhe për këtë arsye klientët, pronarët me të drejtë kanë menduar të bëjnë fillimisht procesin e rivlerësimit dhe pastaj të shesin, duke kushtuar disa para. Dhe pikërisht ky proces e ka ngadalësuar apo e ka pezulluar shitjen. Pastaj kemi në këtë proces të rivlerësimit, unë mendoj që kemi të ndarë në 2 kampe. Kemi ato që shesin prona dhe shpresojnë që të rriten çmimet. Kemi dhe ato që duan të blejnë prona dhe presin të ulet çmimet. Por realisht asnjëra nga këto nuk funksionon. Nuk do të funksionojë. Sepse me procesin e rivlerësimit ne nuk presim as rritje të çmimeve, as ulje të çmimeve. Presim që pjesa e kursyer nga tatimi të jetë pjesë negocimi. Pra, qytetarët, si shitësi dhe blerësit, të kenë më shumë mundësi negocimi, po jo që të presim ndryshime drastike të çmimit në ulje apo ngritje. Të qytetarët duhet të harrojnë, ne nuk do kemi as ulje çmimesh, as rritje çmimesh nga procesi i rivlerësimit. Thjesht kursime të cilat mund të ndikojnë pozitivisht në negocimin e shitjes apo blerjes pronës. Si do ta përshkruanit ju sot tregun, rritje, stabilizim apo mbivlerësim? Tani, tregu vazhdon prej kohësh me trend rritës. Unë kam parashikuar që 2026 kurba rritëse do vazhdojë, me patjetër, por do jetë stabilizuar deri diku. Pra çmimet deri diku do stabilizohen. Faktikisht ndikon dhe rënja e euros, që ne çmimet na duken sërish të larta, duke qenë se euro ka rënë dhe çmimet në euro reflektohen dhe më të larta, por që nuk është në vërtet rritja aq e lartë sa pretendohet. Ka trend rritës, por jo si në vitet e mëparshme. A pritet që çmimet të vazhdojnë të rriten apo po shkojnë më shumë drejt një ngadalësimi? Tani, nëse Shqipëria do të futet vërtet në BE, sigurisht që çmimet do rriten dhe goxha më shumë se sa janë rritur. Kjo është pak por e sigurt. Sepse një nga faktorët që çmimet në Shqipëri janë rritur janë dhe të huaj që blejnë. Donë është dhe potenciali huaj që blen në Shqipëri. Dhe në moment që ne do futimi vërtet në BE, sigurisht që tregu janë do të jetë shumë i aksesueshëm për të huajt. Dhe sigurisht që kërkesat do shtohet dhe në moment që do kemi kërkesë shtuar, sigurisht dhe çmimet do jenë të rritura, do rriten. Cilat janë disa nga faktorët më kryesorë që ndikojnë drejt për drejt ditët e sotme në rritjen e çmimeve? Faktori kryesor është kërkesa. Në është një nga faktorët kryesorë që ndikon. Pastaj, kostot. U bë vite që kostot e ndërtimit janë rritur. Nuk mund të flasim për kostot që kanë qenë. U bë vite që edhe cilësia e ndërtimit është rritur. Për të vërtetës. Pra, kemi ndërtime më cilësore. Ndërtimet më cilësore sigurisht që përkthehen në kosto më të larta, në çmime më të larta. Po edhe taksat, edhe
detyrimet që një ndërtues paguan në shtet, sigurisht që janë rritur. Pra, janë gjithë këto element që përbën çmimin final të një prone, të një ndërtese. Cilat zona në Shqipëri pritet të kenë rritjen më të madhe të vlerës në vitin 2026? Tani, zonat që do kenë një rritje më të madhe, unë mendoj që do jenë zonat që janë në zhvillim. Do Mbregdeti sigurisht do marrë ato stafetën. Mendoj do kemi zhvillime në zonën e Darzezës, do ndërtohen resortet mëdha që besoj që do ndryshojnë dhe rregullat e lojës mendoj në këtë industri. Zoti Demir Xhiu, apo zhvendoset fokusi nga qendra drejt periferive apo zonave të reja, cilat janë disa nga zonat ku të huajt po investojnë më shumë aktualisht? Tani, sigurisht është zhvendosur nga qendra në periferi sepse qendra nuk kemi ku ndërton. Kjo është e logjikshme. Pastaj, po ndërtohen në periferi zona rezidenciale luksoze. Pra, kush e ka mundësinë financiare, ekonomike për të spostuar në periferi të Tiranës, po spostohet në komplekset luksoze. Pastaj, kemi dhe kategorinë tjetër, që kanë të pamundur për të blerë në qendër të Tiranës, po spostohen në zonën e Paskuqanit, zonën e Zberishtit, Freskut, Astirit, zonat që janë pak më ekonomike në çmime. Pastaj, të huaj gjithmonë, por një pjesë të mirë të investimeve të tyre i kanë hedhur në Bregdet. Sepse i shfrytëzojnë edhe për të banuar për veten e tyre, por edhe për turizëm, për t'i dhënë me qira. A ka rrezik që çmimet të korrigjohen në vitet në vijim? Në shkuptim çmimet të korrigjohen. Do me thënë, apo ndërtohen më shumë se sa kërkesa reale? Unë mendoj që tregu do vetë stabilizohet, do rregullohet. Nuk mendoj që ka ndërtues në Shqipëri, Tiranë, kudo qoftë dhe në botë, që nuk bën një analizë të tregut dhe ndërton për të mos shitur. Pra, kushdo që ndërton për të shitur. Pra, i ka marrë masat dhe ka bërë një analizë të tregut, ku është tregu dhe sa kërkesë ka. Po të shikojmë ne sot po kalojmë në tjetër lloj ndërtimi, nuk kemi më tek masiviteti, po kalojmë tek cilësia. Ne kemi kaluar në zonat elitare, në objektet 2, 3, 4 maksimumit. Pra, po ulen katët, po rritet cilësia. Tregu do vetë rregullohet, mendoj shumë mirë në këtë pjesë. Nuk mendoj që do kemi probleme.